Qëllimi i kësaj tryeze është të sjellë në një vend sinjalizues përfaqësues të institucioneve, ekspert ligjor, organizata të shoqërisë civile, për të diskutuar për sfidat dhe mundësitë që kemi në zbatimin praktik të ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, sidomos në rastet kur preken interesat të mëdha ekonomike dhe buxheti i shtetit. Edhe pse Kosova ka një ligj relativisht të avancuar për mbrojtjen e sinjalizuesve, zbatimi i tij ende has në pengesa serioze, duke filluar nga mungesa e informimit të shumë udhëheqësve institucional për këtë fushë, keq kuptimi mes sinjalizuesit dhe zyrtarit përgjegjës. Kemi rastin e një institucioni ku në vetfaqen e saj vazhdon ta mbaj sinjalizuesi dhe emrin, edhe shumë për keqardhje, se është një institucion mjaft i rëndësishëm, si dhe vështirësitë reale për të garantuar konfidencialitetin e raportimit. Në sektorin privat, shumica e bizneseve nuk kanë as informata për ekzistimin e ligjit, madje nuk kanë edhe zyrtar përgjegjës. Inspektimet fatkeqësisht janë shumë të pakta, nuk ka procedura kundërvajtëse të iniciuara. Raportimi vjetor pothuajse mungon dhe vetëm 40% e të punësuarve në sektorin privat në një anketë që FOL kishte bërë para pak kohë janë deklaruar të gatshëm të sinjalizojnë. Shen kjo e qartë e frikës dhe mosbesimit në mekanizmat ekzistues. Pikërisht sot, një vit më parë, ne kishim një tryezë të ngjashme, tema e ngjashme dhe kishim sinjalizuesen Makfiret e Dibrani në tryezë e cila foli publikisht për sinjalizimin e saj. Një vit më parë, për po të njëjtin rast, 2 persona ishin në paraburgim. Ndërkaq sot, të 2 personat janë të lirë, janë kthyer punës, ndërkaq ende nuk e kemi një akt akuzë të ngritur. Ky rast e ilustron në mënyrë shumë konkrete këtë hendek mes ligjit dhe realitetit. Sinjalizimi për keqpërdorime të mundshme ka kaluar përmes vonesave të shumta, ndrrimeve të shumta të prokurorëve, hetimeve selektive, tentativave për mbyllje apo fragmentim të rastit, si dhe mungesës së mbrojtjes së plotë të sinjalizuesës. Para një viti ishte ngritur, ishte bërë publik çështja e zonës Dibrani si një qytetare e ndërgjegjshme, e guximshme, e cila edhe përkundër vështirësive në vazhdimsi që i ka pas, nuk ka zgjedhë heshtjen, mirë po ka zgjedhë ballafaqimin me një shkelje ligjore, e cila në bindjen tonë dhe kësaj natyrisht që rezulton me pasoja të mëdha për buxhetin e shtetit. Prej atëherë, kur është paraqitur publikisht, në vazhdimsi zona e Dibrani është shoqëruar ndër të tjera edhe me kërcënime dhe për fat të keq, përgjigjet që ka marrë prej policisë së Kosovës e kemi diskutuar bashkarisht në zyrën time në njërin prej takimeve jo të pakta. Imagjinojeni çfarë i kanë thënë policia. Ruju. Kjo është përfaq në bindjen time mungesën serioze të trajtimit të rasteve të tilla dhe për më tepër vlen theksohet fakti që rasti është iniciuar fillimisht në dhjetor të vitit 2021 dhe është shoqëruar me pengesa të lloj-llojshme, fillimisht në drejtim të asaj se cila prokurori do të merret me trajtimin e rastit, e më në fund është vlerësuar që Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ta marrë në trajtim këtë rast. Sipas të dhënave, hetimet në kuptimin formal kanë filluar në vitin 2023, në tetor të vitit 2023, çka nënkupton që tashmë kemi tejkalim të afatit prej 2 vitesh sipas dispozitave respektive të kodit të procedurës penale, brenda së cilës duhet me u trajtu një rast i tillë, mirë po bazuar në faktin që ky është mesin e rasteve komplekse për faktin e përfshirjes së një numri të konsiderueshëm të personave. Sipas informatave që ne kemi, prokurorja e rastit ka bërë kërkesë për vazhdimin edhe të një viti shtesë,
gjithë cilën e lejojnë dispozitat e kodit të procedurës penale, në mënyrë që fondi i procesit po shpresojmë që të rezultojë me ngritjen e një akt akuzë në kuadër të cilës natyrisht që vlerësojmë që duhet me u përfshi edhe personat të tjerë përveç atyre që tashme janë pjesë e procesit hetimor, ndonse nga momenti i paraqitjes së saj deri tash, siç e tha Megi, ka në bindjen tonë regres, sepse në instancën e fundit aso kohë së paku 2 persona kanë qenë në masën e paraburgimit, ndërsa 2 të tjerët përveç që njëri ka qenë, për me qenë korrekt, njëri ka qenë në masën e paraburgimit, tjetri në masë arresti shtëpiak, mirë po megjithatë, nga i moment, tashme 2 janë në liri, procesi është në procedurë të rregullt, madje janë kthyer edhe në punë, gjë që kanë bërë që zonja Dibrani të bëj kërkesë dhe tashme është në pushim pa pagesë, dhe njëra prej arsyeve është pikërisht fakti që ka pas presione të vazhdueshme në drejtim dhe në adresë të saj. Vlerësojmë që prokuroria, në këtë rast prokuroria speciale, nuk është në trajtimin e duhur të çështjes, a ka mungesë vullneti, a ka rrethana të tjera, kjo mbetet të shihet dhe të vlerësohet, ndonse kemi komunikim të vazhdueshëm dhe kemi dhe shprehim edhe publikisht gatishmërinë që çfarë do kapacitete që ka nevojë prokuroria tash ta mbështesim në drejtim të hartimit të një akt akuze sa më të argumentuar, për faktin se ne jemi të bindur që në kuadër të këtij procesi përveç zyrtarëve të Ministrisë përgjithëse për mjedis, janë të përfshirë edhe operator, pavarësisht kush dhe se si i kanë kryer ato vepra, së paku vlerësojmë që ka elemente të veprave që ndalidhen me deklarimet të pasakta, deklarimet të rreme në kuadër të obligimeve të tyre sipas dispozitave respektive të legjislacionit në fuqi. Ajo së fundmi ka dhënë një dëshmi shtesë, vlen të kësohet fakti që e njëjta aktualisht e ka statusin e dëshmitarës në kuadër të këtij procesi hetimor, por është bërë edhe një ekspertizë financiare ku sipas përllogaritjes që është bërë nga ana e ekspertit, vlerësojmë që ka elemente që duhet me u trajtu shtesë, qoftë përmes një ekspertize tjetër ose përmes plotësimit të saj, sepse dëmet që vlerësojmë që janë shkaktuar buxhetit të Republikës së Kosovës nga ky proces, vlerësojmë që nuk janë të paraqitura në formë reale në kuadër të ekspertizës për nevojat të institucionit e prokurorit të shtetit. Po ashtu, vlen të theksohet fakti që e njëjta aktualisht nuk e ka statusin e sinjalizuesës dhe për këtë ne në ditët në vazhdim do të i drejtohemi mekanizmave përfshirë gjykatës, sepse jemi të bindur që pavarësisht mënyrës dhe rregullimit ligjor të raportimit fillimisht brenda institucionit, pastaj edhe në nivel të agjencisë, shpalosja në publik është rrethon përjashtuese, mirë po në referencë të nivelit 20 të ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, kur sinjalizuesit kanë arsye për të besuar që ndaj tyre do të ndërmerren masa ose informatat e tyre nuk do të trajtohen në mënyrë të duhur, atëherë ju jepet drejta, ju jepet mundësia që të njëjtit të bëjnë shpalosje publike. Mbi të gjitha, është e rëndësishme dhe për mua personalisht një zyrtar, i cili pavarësisht formës dhe mënyrës se si e bën një shpalosje, qoftë brenda institucionit, qoftë në kuadër të agjencisë, qoftë edhe në publik. Në momentin kur fillon me u marr institucionet e tjera, me theks veçantë prokuroria dhe policia,
në bindjen time ai zyrtar e ka kry detyren e tij të një zyrtari të ndërgjegjshëm dhe përgjegjës në raport me atë, sepse në instancë e fundit aja është qëllimi e ligjit, aja është qëllimi i sinjalizimit, ndërsa zyrtari nuk është kompetent, nuk është i thirrur, nuk është përgjegjës që me kry punën edhe të agjencisë, edhe të prokurorisë, edhe të policisë. Pse përket këtyre çështjeve që u diskutuan edhe që diskutoi Ardiani, ne pajtohemi plotësisht. Përveç këtyre, ne besojmë që ligji është i mirë në përgjithësi, po mendojmë që ka një kohë që duhet të rishikohet o të ndryshohet. Çështja që diskutoi Ardiani është edhe forma e raportimit, është bën një analizë e ligjit tonë, edhe për eksperta ndërkombëtar që kanë konstatuar që kjo formë e mundësimit fillimisht mbrana ose jashtë nuk është përputhje me direktivën evropiane. Pra është mirë të lejohet sinjalizuesit kudo që ai të ndihet i lirë të raportoj, të sinjalizoj. Pra, kjo çështje që është rregulluar me ligj tonën, fatkeqësisht nuk është përputhje me direktivën, po mendojmë se kishte qenë më mirë që kudo që sinjalizuesit ndihet i lirë të sinjalizoj, mandej secili institucion obligohet të zbatojë dispozitat e ligjit. S'është një institucion i vetëm që e ka për detyrë këta, po janë gjitha institucionet. Unë më me fol për institucionet publike, fatmirësisht e kemi një vedisim ndër vite, kemi numër më të madh të rasteve të paraqitura ose të trajtura. Për shembull në vitin 2023 kemi pas rreth 20, e vjeti kemi pas 50, e si vjeti kemi afër 90. Kjo është një shajt që sinjalizimi është të shfryzuar si mekanizëm. Kjo çështja që mungon vëdësimi është shumë evidente, po këtu kanë faj ndoshta gjitha institucionet. Ne vazhdimisht po ofrojmë trajnime, si vjeti kemi pas 10 trajnime për këtë çështje. Kemi nevojë ende më shumë e bë, është po besoj nevojshme kjo. Të sinjalizimi brendshëm rana institucioneve ka numër të rasteve, si shumë po besoj, vitin e kaluar kemi dhëna konkrete, për shembull për prej raporteve të vitit kaluar janë dikon afër 124 raste që janë sinjalizuar brenda. Si vjeti kemi pranuar raporte 6 mujore, janë 1060 raste. Domethënë çdo vit po ne i pranojmë raportet po në mënyrë përgjithshme, s'kemi detaje për secilin rast, po janë procedume, për shembull proceduan mbrana institucionit, të kryeshefi ose kushdo qoftë, edhe kemi të refuzuar normalisht që nuk i plotësojnë kriteret për me qenë sinjalizim. Tash të i pas këto shifra, unë besoj që është të shfrytzuar mirë, nëse jo shkëlqyeshëm, sinjalizimi publik. Këta s'mundem me thonë të sektori privat, që është jashtëzakonisht shumë e keqe, po them, po është një frymë shumë e mirë, po besoj që vitin e fundit, sidomos vjet, prej numrit të rasteve kemi pas që zyrtarët vetë si kanë filluar me shfrytzuar. Një problematik është të interesi publik, tash me kalimin e kohës edhe zyrtarët ja kanë nisë ndoshta me shfrytzu për jo qëllime të interesit publik. Kemi pas raste të tilla kur një zyrtar për shembull ka pas masa disciplinore ndër vite, edhe thirret në mbrojtje të sinjalizuesit. Kjo çështje po besoj që është dashur me ndryshimin e ligjit nuk përmirësu. Mandej mu përcaktua dhe kriteret qarta kush mundet me kanë zyrtar përgjegjës, jo të cili do mbrana institucionet e kanë caktu vetëm për me plotësu qëtë kriter. I kemi 1200 institucionet që kanë këtë mekanizëm të rregulluar, kanë caktu zyrtar përgjegjës, kanë kriju emaila të veçanta, është të funksionu, tash sa është mënyrë efektive, nuk mundu me pas këtë vlerësim ende, po besoj që është një kohë që ligjin mundu me plotësu pak me disa sfida ose mangësi që i kemi evidentuar gjatë
këtyre viteve të zbatimit të ligji.